Dhe në vim të pyetjes, vëllau dëshiron të di nga vëlla Ferkiu, tregon cili ka qenë shkaku që vëllau është udhëzuar, nga se neve e dim, edhe pse në fillim unë nuk insistova që vëllau të na paraqitet dhe të na tregojë realitet, ja që u bani pyetje dhe kërkohet që kësisohet. Andaj ta ndëgjojmë. Allah shpërblet vëllaun për këtë pyetje. Për shkaku kryesor, besoni vllazni që ka qenë e vetmja breng e pata që tu ta hak ke edhe asgjë tjetër. Mendojsha që tu bo vetës rafshë dhe e bëjsha që jam musliman me emën Ferke edhe tu vetë hoxhalart a është emni musliman, po shkoj brenga elhamdulillah unë jam musliman. Po erdhe dhe vakti kur e pash që çfarë muslimani mundet më konë Ferkia kur nuk ban namaz, kur nuk jep zekat, as disha çka është zekati, kur nuk disha tu bo muzikë në për vende botës, nuk disha as kur është Ramazani, a është Bajrami, çka është që ajo Bajrami është, kur ban Bajrami mas Ramazanit, apo nuk di sen isha si është qarë, edhe që ajo ke e vetë ma sen që mbrengosi tuta dhe vetëm ajo qa muj me prejtu në jetë edhe elhamdulillah nisa me namaz, po tu falenderu Allahin se veç Allah jo ka ato në dur, edhe lus Allahin që si të cilin rob që egziston në shqiptari ton të udhëzon edhe të ban musliman debatshëm, musliman sinqert. Allah i shpërblet për me.